Mirëmbrëma. Unë gjithmonë e them Jona që nëse do ishte diçka që gjëja më e rëndësishme që fëmijët mund të merrnin nga mua, nuk do ishte as shkollimi, as çështje bukuria apo shëndeti dakord, sa ishte i pari, por unë do doja shumë që të dy vajzat e mia të kishin aftësinë për të rimëkëmbur, sepse jeta është vetëm surpriza, ka surpriza pafund. Natyrisht fatlumët janë dy lloj fatlumësh, ato që nuk kanë surpriza shokuese fare dhe ata që fatlum në një lloj mënyre kanë një forcë të brendshme që ja dalin, edhe pastaj e kanë si një kujtim të keq, por që nuk e përjetojnë shumë ose e harrojnë ose bllokojnë ose kthejnë në shaka. Njerëzit bëjnë shumë llogaritje në jetë, bëjnë shumë plane. E din se çfarë do bëjmë planet 5 vjeçare, siç thoi atëherë në komunizëm, e din se çfarë do ndodh në kokën e tyre mbas 10 vjetëve, 15, por nuk e din se papritur mund të kenë një tërmet, papritur mund të marri zjarr shtëpia, një rrëmbim, diçka gjëra që kanë ndodhur të gjitha dhe vazhdojnë ndodhin. Me këto gjëra ne nuk duhet jetojmë, apo jo? Me këtë frikë. Por nga ana tjetër, ajo është e rëndësishme që u ballafaqove të ndodhi çfarë bën ti pastaj. Dhe ky është në një lloj mënyre edhe thelbi i këtij programit. Çfarë bën ti me traumën që ballafaqohesh me atë të papriturën që të ndryshon jetën. Dhe ka shkruar shumë bukur, edhe Lona në një nga historitë ishte 2 jetë. Kishte një jetë, fillon një jetë tjetër, krejt papritur, ora 9 e mëngjesit, merr zjarr flak shtëpia, gjithçka ikën. Kjo që përshkrove ti Dalin është edhe quhet post-traumatic growth ose të rritesh pas traumës. Edhe është një nga aftësitë që ne fitojmë vetëm kur kalojmë dhimbjen, edhe siç shpjegohet ndryshe, është kushti që ti kalon përmes dhimbjes, jo anash apo ta ndjesh në largësi, në distancë nga vetja, por është që ta përjetosh plotësisht që prej saj ti të ngrihesh. Është një jetë e dytë. Më pëlqen edhe një profesor në një universitet në Amerikë, David Brock, edhe ai thotë në një libër, mali i dytë, dhe mali i parë që ti ke synim të ngrihesh, por pastaj ka dhe një mal të dytë, sepse vjen pikërisht në këtë ngjarje që ti nuk i pret ndodhin, po duhet të ngrihesh në një formë tjetër. Më bën të gjithmonë të lidhem me atë se si ne e fitojmë këtë aftësi vetëm kur jemi në proces. Pa, e fitojmë të gjitha aftësia, po kjo është pastaj diçka tjetër. Nga mënyra se si ne shikojmë se si e përpunojmë dhimbjen, t'ja njohësh mekanizmin e dhimbjes. Ndonjëherë ne mund ta lidhim me idenë që si përjetoj dhimbjat e dikush, ashtu duhet ta përjetoj unë. Dhe ky është kurthi më i madh që ne fillojmë të ndërtojmë, sepse e shikojmë vetëm në proces të jashtëm dhe mendojmë se ajo dhimbje e dukshme ashtu duhet të jetë edhe tek ne e shfaqur. Po momentin që përjetohet dhe ti e lejon të jetë një lloj prekje, edhe fundi, edhe dhimbja me fort që është, po mënyra se si ti ngrin veten pas kësaj, pra mbi bazën e dhimbjes, është një proces që vetëm aty e kupton nëse e kemi apo jo. Do të bëj edhe një pyetje, po ta bëj çik më vonë që të futemi direkt tek historitë që ka lidhje me traumat e fëmijërisë dhe pastaj nëse ndodhin gjëra të tilla, ndikon fakti që ke kaluar dhe trauma të tjera dhe ai lidh dot ndryshe nga një person që nuk ka pasur trauma dhe papritur përballet, se mund të jetë për atë i vështirë. Ajo nuk i di edhe asnjëherë, janë ca kombinime të çuditshme. Po, pyetje e bukur. Edhe kjo. Po, kështu që do ta ma kujto. Nëse s'ma kujton ti, i futemi brenda historive, ma kujtoi Ilona që ta diskutoj. Në fakt sot kemi 2 histori, janë 2 histori të 2 shokeve, 2 traumave. Një është shumë identifikuese me Shqipërinë dhe me një vend emigracioni, siç është deportimi, ekspulsi, ndryshe, sepse unë këtë e zgjodha dhe kërkova që ta kisha si histori, sepse ka dërguar shumë veta gjatë gjithë kohës me Anabel kryesisht. Më kanë shkruar shumë histori ekspulsi dhe unë nuk e kuptoja sepse nuk e kam pasur këtë eksperiencë, por ka qenë një shokuese për shumë njerëz sepse ka ndërtuar jetë. Madje me 4 vite para presidencën e parë të Donald Trumpit, filloi deportimi dhe mbaj mend që ka qenë një familje shqiptare që u nda, nuk kthye ëmën në Tropoj. Mbas 20 e ca vjetëve, 30 viteve, sepse ishte atje në Zez që punonte në Amerikë, dhe u kthye në Tropoj dhe ishte shokuese, ajo nuk dinte më se çfarë bëj këtu dhe kishte ndërtuar një jetë atje. Kurse historia tjetër, që është historia e parë, është historia e Manjolës, 32 vjeç, e cila vetëm 4 ditë më parë, është një histori e freskët fatkeqësisht, ka humbur shtëpinë nga zjarri në Vloçish të Maliqit. Ishte në orën 1 të natës, flinte vetëm me djalin 13 vjeçar sepse bashkëshortin e ka jashtë si emigrant me punë sezonale. Fillimisht ai mendoi se kishte hyrë ai tut, por kuptoi se shtëpia po digjej. Arriti të nxirrte djalin nga flakët, ndërsa familja humbi gjithçka. Dhe kjo e zjarri në fakt është shumë aktuale sepse para disa ditësh
para 2-3 javësh, nuk e di, ne shinim pamjet e trishta të banorëve që po vëzhgonin, ishin dëshmitar të pallatit tyre që digjej këtu në Tiranë. Edhe unë ndërkohë që i shih ato pamje, mendoja shtëpinë time, mendoja gjithë kujtimet që ke, gjithë fotot, gjithë po rroba, po çanta, po çdo gjë që ke ndërtuar, ke sakrifikuar, je dersitur dhe ne japim shumë për shtëpinë tonë, sakrifikohem të paktën në Shqipëri. Përqindje e vogël kanë shtëpi të dyta, shtëpi të treta, po ne kryesisht tek ajo shtëpia hedhim gjithë lekët, gjithë jetën tonë. E kemi shumë të shenjtë edhe pa pritur ajo zhduket edhe i humb kuptimi. Po mund të jetë edhe një gjë e mirë nga kjo, nuk e di. Të shoket edhe të mësojnë sa gjëra ndoshta. Gjithsesi, Manjola është ende, nuk e di nëse është ende në shok. Disa nga mesazhet më të bukura që marrin të atyre grave që më shkruajnë se si ky program i ka hapur syt, se si e gjejnë veten jo vetëm në një, por në disa histori dhe se si janë ndjerë shumë më mirë duke marrë një terapi falas nga jona dhe nga diskutimet, nga historitë e njerëzve që na vinë këtu. Dhe unë jam shumë falenderuese dhe do doja shumë që ky program të zgjaste në kohë me ose pa mua, por do doja shumë që ky program të ishte një pjesë, një enciklopedi, një libër, një si thua shi koleksion terapie falas për tema nga më të ndryshme, që nëse s'ju kanë prekur sot, mund t'ju ndodhin dhe ja ku do ta gjeni veten te ky program. Ndaj, kërkoj mbështetjen tuaj, është një mbështetje shumë e thjeshtë, mjafton të na bëni subscribe, keni një buton në fund të videos të zi ku mund të shtypni subscribe ose sipër në faqen kryesore të kanalit të Andales. Faleminderit. Manjola, si je, sepse kjo ngjarje ka ndodhur para 4 ditësh. E traumatizuar jam. Ku je tani, ku po jeton? Tani për fat të mirë kam babin afër. Dhe treguar këtu derisa nuk e di bashkia ose diçka tjetër që mund të ndri të na japi një zgjidhje. Më thuaj pak për Që atë të natë. kemi diçka ku të jetojmë. Ajo natë është nuk e di, me të mërshmja jetë time. Jo vetëm e imja, po edhe e djalit që do mbahet mend në memorien e tij ashtu. Ka qenë ditë e premte në darkë. Kemi rënë gjumë. I djuar pasaj pas një zhurme të tmerrshme, kujtova se duke ditur se jetojmë në një fshat, mos ka hyrë në një kafsh ose hajdut që ndoshta mund të remonte në koshat e plerave ose gjë. Por jo, zhurma ishte akoma shumë më e madhe dhe kërciste lart në shtëpisë time. Dal e frikësuar se isha vetëm unë dhe djali ndodhesha në shtëpi. E frikësuar se mund të ishte ndonjë hajdut dhe thash ku i diet. Pastaj kur dal në balkoni jashtë, po që një dritë depërtonte në muri i babit tim, në shtëpia e babit. Ngrej syt nga qelli, shikoj qatin, ajo ishte përfshin nga flakët e zjarit. Me vrap, nxjerr djalin, ka marrë vetëm telefonin që mund të telefonoja ziksen. Dhe kaq, gjithçka u shkumbua, u bë zero. Djali im është 13 vjeç, po, ka bërë një operim në këmbë, ka lëvizje. Në mars ka operimin tjetër. Edhe nuk lëvizte që do të mundet t'i peqi ato. Jo, absolutisht. Si ishte situata flakëve kur dole? Ishte rrethuar shtëpinë apo po zdigjej në një zonë, çfarë po ndodhte? Ishte në një zonë, në një pjesë e qatis, ishte përfshirë automatikisht. Pastaj ka qenë gati 10 minuta që ka mbaruar gjithçka komplet. Kështu që paprit të dalë shpejt sepse e merr domethënë filloi zjarri dhe nuk dalon. Biles rrezikoheshin dhe familjet që ishin aty umblot, e gjithë lagja, por nuk kishin çfarë t'i bënin më. Zjarfica po thuaj se ka erdhur gati 20 minuta me vonesë. Sa larg jeni ju nga Korça? 5 minuta ndoshta. A jeni afër? Po ç'a ndodhi në shtëpi? Pse u doq? E morët vesh? Nga ekspertiza, mendohet se mund të ketë qenë qarku i dritave, këto kabullat elektrike. Atë shtëpi e keni të ndërtuar ju apo e keni bler ashtu? E keni ndërtuar vetë? Jo, ka qenë ndërtuar, po me kursimet e të motshme, si që ka ndërtuar, se ishte shtëpi e vjetër. Sa vite kishte? Nuk është se ishte ndërtuar tani. Unë personalisht kisha, të them të drejtën, gati 15 vjetë. Para se lindje djalin aty? Djali atë shtëpinje? Po. Aty të gjitha kujtimet, librat, që nuk mundi t'i merrte dot. Gjithçka. Po, u fshi gjithçka. Nuk arritët dot të shpëtonit asgjë. Gjithçka.
Jo, vetëm me bizamat që u ngritëm nga gjumi, kaq djalin. Pa rëndësishme është jeta. Tani këtë shtëpinë, vërtet e keni marrë të vjetër, po e ke bler ti me bashkëshortin, pra ju keni investuar te kjo shtëpi. Jo. Kemi investuar, domethënë me punën që bëjmë andej këtej, që në aty, është ndërtuar aty. E ka ndërtuar Vjeri. Po ju keni investuar, shkon edhe ti jashtë, shkon edhe bashkëshorti. Po, e bëjmë me radhë, domethënë një sezon ai, 3 muaj ai, 3 muaj unë, kështu. Bashkëshorti arriti të vinte më vonë, erdhi? Erdhi se nuk mundesha dot të përballoja gjitha të traumë. Kisha merakun e djalit. Po djali si është? Nuk arrin dot, domethënë gjumin ta bëj rehat natë. Shkon në shtëpia dhe kthehet, mami thot, po ne kur do i bëjmë shtëpinë prap. Kur do e kem dhomën time? Po djali ishte duke fjetur në atë moment. Pra ka të imazhin që u çuaj trembur. I tmeruar nga zhurma që kërciste në tavan. Dhe e fundit e flakëve pasaj e policisë aty e zjarfikses. Është, nuk e di, trauma vete që do t'i ngelet gjithë jetën. Kam këtu në histori që ke rrëfyer Elonës që thua se eksperti tha që ishte shumë e rrallë që ju keni shpëtuar nga zjarri, që është një lajm shumë i mirë, pra shqyr që ju ka ndjekur fati, duke qenë se zjarri ishte në çati dhe ishte orë gjumi, shumë njerëz vërtet janë ndjekur në gjumë, edhe çatia mund të binte direkt mbi ty. Kështu që ju vërtet keni shpëtuar dhe kjo është fat i madh. Jam shumë falënderuese Zotit për këtë gjë. Ndoshta ishte një sinjal nga ai që unë të zgjohesha dhe të dilja. E ndoqe me sy gjithë shkrumbimin e shtëpisë? Gjithçka. Fjeta atë natë? Jo. Bynet me radhi, jo. Qa mendojnë atë momente? Nëse mund ta kujtosh? Kur shije zjarri, kur shije shtëpinë? Çfarë mendoja? Gjela jashtë. Çfarë mund të mendoja tjetër? Miku, gjithë mundimi, gjithë sakrifica e hedhur atje, gjithçka, nuk e di, kujtimet, gjithë ato lek, ato sakrifica, ato mundime, mi kanë kot. Dhe ti shkove edhe të nesërmen, besoj që mos shpëtoje ndonjë gjë apo jo? Se besoj që është dhe ky Nuk ishte ngelur asgjë, më beso. Asgjë. Shkrumbehi. Asnjë gjë fare, asnjë lloj komplet, as edhe një gjë. Kështu që për momentin ti je me rrobat e trupit tek babai. Po. Ka mundur të vesh diçka të mamit. A ka pasur kështu mbështetje nga fshati, ke ndjer për kraje? Jo, për momentin asgjë. Jam shumë falënderuese gazetarit nëse një Endri Axhi, që ai po bën shumë përpjekje për të më ndihmuar. Ka dërguar disa herë një person që ai e njeh për të na mbështetur, po nuk e di, më duket si e kot. Po bën gati 3 ditë dhe bashkia të paktën një psikolog ose psikologe për djalin duhet të ma kishte mundësuar. Se kjo që më ndodhi më është fatkeqësi, mos i ndodh as edhe një njeriu. Nga ndjenja jote, a vendosen, a duhet vijë në dispozicion? E kam për detyrë? Në qendrën shëndetësore ka psikolog, por nuk janë në funksion të emergjencave apo situatave të tilla. Prandaj dhe nuk mbulohen, por do ishte patjetër një gjë e rëndësishme në këtë moment, sepse ne po flasim 4 ditë përpara ka ndodhur si ngjarje, edhe është e vështirë dhe për ne ta pyesim Manjolën tani, sepse ndodh ajo që quhet detraumatizim, pra e dërgon edhe një herë tek situata, duke ja vështirësuar, edhe një herë pra ajo ripërjeton në këtë moment që flet, edhe prandaj ka atë vështirësinë. Është duke u interesuar për djalin, po patjetër që edhe vet kam përshtypjen ka një ngarkesë shumë të madhe për ato që ka kaluar. Unë nuk dua të pyes më shumë detaje sepse Dalina e pyete, po na fal Manjola, se unë e kam çik atë të gazetarit, duke kështu si më e pamëshirshme, por është në funksion të për të bërë këto pyetje, ti ke të drejtë sepse sa është në traumë e sipër, por për të kuptuar dhe situatën edhe për njerëzit, un kam këtë detyrimin ndaj publikut, por është e vërtetë që është në traumë tash Manjola dhe të zgjohesh pa shpinë, po. Se nuk besoj, Manjola, nuk besoj që ti e ke siguruar shtëpinë. Jo. Presim, është në proces të një certifikate, e kemi nxjerr diku 3-4 muaj më parë, po duhet të jetë Vjeri që ta treqi aty, s'ka dalë akoma. Po. Në
në këtë pikë na vlen vetëm të nxjerrim çfarë ka ndodhur si, domethënë nga duke e marrë si ngjarje pak të shkëputur, nuk do të përfshihem shumë tek detajet, vetëm për ta mbrojtur atë, patjetër që mund të shërbejë edhe si një lloj thirrje për rastet e ngjashme, për të ndihmuar ose ku mundet institucionet të shkojnë dhe ta ndihmojnë sepse ka nevojë shumë, por çështja është që momenti i përballimit, si ajo e ka parë dhe ka përjetuar të ngjarje, unë kuptoj që e para ti kur je në një situatë të tillë, je vetë në shok. Dhe trupi jot mund të marrë reagimin instinktiv, siç e kemi përmendur shumë herë në këtë emision, që është ajo e ngrirjes. Pra kur frika ose kërcënimi është shumë i madh, trupi jot mund të bllokohet. Ajo që ka ndodhur me Lindën është që ajo ka filluar të reagoj nga ndoshta instinkti tjetër që është i nënës për të mbrojtur fëmijën. Dhe do ta kaloj pak edhe tek fëmia, se sa rëndësishme është, pavarësisht ai ndodhi një moment shumë të vështirë psikologjik të asaj që ka kaluar, por momenti që si ky fëmijë e ka parë nënën e tij të reagoj, është shumë domethënëse për anën e tij të anës mbrojtëse, pra se si e shikon të mbrojt një moment ku ka vështirësi dhe vetë fizike të lëviz. Dhe do të them Lindës që kjo situatë e ka ndihmuar shumë, domethënë djalin e saj, vetëm fakti se si ka reaguar për shkak të instinktit të saj mëmësor, të mbrojtjes, sepse ne si fëmijë marrim sjelljet e prindit në mënyrë automatike na duket si tonat. Sidomos kur jemi fëmijë të vegjël. Pra, çdo sjellje se si reagon prindi në situata stresuese na duket sikur është sjellja jon. Dhe momenti se si Majlinda ka reaguar, i ka bër Manjola, se si ka reaguar, i ka bër të ditur këtij fëmie një moment që do ta mbaj mend gjithmonë. Pra, mbrojtja në një situatë shumë të vështirë. Përveç se të tregoj se si reagon në momente krize kaq fuqishëm, pra të vetëdijsohesh që ke diçka për të mbrojtur. Përveç i shoku e ka është dhe një si lajm i mirë që ka një është një imazh që do t'i mbetet gjatë në Manjola dëgjon? Po. Po, se dëgjoj. E të ndihmon edhe të dëgjosh edhe këtë pjesë në mungesë të një psikologi. psikologi. Po, që është diçka, siç po thotë edhe Jona, që ai do të ketë gjithmonë kujtimin e nënës që e mbrojti, që është diçka që do ta ngrohë gjithmonë. Pra përtej shokut të zjarrit, po. Ajo momenti që ti e more, e nxore nga krevati, e mbajte në krah, edhe ai me këmbën e thyer, dese për të, ai është një kujtim shumë pozitiv, thot Jona, që do ta ketë gjithmonë, do t'i jap forcë. Po, edhe ai vet, më thoshte atë domethënë ditën e nesërme. Mami, kur e shpëra që do flinte, kishte frikë të flinte vetë. Mami, ti më shpëtove mua, më puthte duart. Mami, ti je heroina ime, ti më shpëtove jetën mua. Po kjo është diçka që ai do ta ketë, do ta vlerësoj, është e ka përjetuar goxha shumë. Është një gjë e çmuar që ta ketë gjithmonë, po, Jona, më fal. Jo, është ky një moment shumë i rëndësishëm që ka ndodhur, dhe tjetra është që ne si prind dhe si adult përpiqemi të tregojmë ndoshta në një formë ose bijem shumë poshtë kur na ndodh një moment i vështirë dhe e shfaqim para fëmijëve, ose përpiqemi ta mbajmë veten me zor, të fortë para tyre. Po nuk është kjo çështja, mendoj se ti të marrësh kohën tënde si prind, pra të kalosh dhe ti procesin, se është ky një proces humbje, dhe pse nuk është e barazvlefshme si vdekja, por shumë psikologë thonë që këto momente janë ndonjëherë, nuk mund të themi më të vështira, po janë të vështira po aq sa vdekjet, sepse nuk ka një ritual të mbylljes, që ti e qan edhe e përmbyll, si thua, dhe e di që ka humbur, por ngelet i pa vlerësuar, sidomos nga ana shoqërore. Ne nuk na ngushëllojnë në të njëjtën formë siç ndodh me humbjet e vërteta, me humbjet njerëzore flas. Prandaj dhe ky moment është i vështirë, po është i vështirë për atë si nën, për ata që ka ndodhur, por ne që jemi të jashtëm nuk jemi aq në kohezion me ato që ndodh atyre emocionalisht, pra janë vetëm, dhe gjithë kjo dhimbje që përjetuar vetëm ndihet shumë e madhe dhe e rrezikshme, pra është një lloj kundërshtimi. Ana atyre psikologjike është në luftë tashmë, po ana sociale nuk është dhe aq mbështetëse. Dhe është kjo përplasje që për ta ndihet shumë e vetmuar. Ajo që doja të thoja ishte që ta lejosh veten tënde që të kalosh dhe ti procesin e këtij momenti të humbjes, sepse fëmia jo do ta shikoj që ti mbi këtë bashkë me partnerin do keni ndoshta një plan tjetër që nuk e heq ato që ndodhi, por mund të ndodh diçka ndoshta që do ndryshoj trajektorin e jetës tuaj. Nuk e di, mund të jetë herët akoma për të folur për këtë. Por dua të them që
lejimi i vetes në dhimbje. Nuk e di si sillesh për shembull aktualisht në shtëpi, si është atmosfera aty brenda. Mund ta japësh ndoshta për këtë pak më shumë detaje. Jo, mundohem të shpije djalin prapë në atë rutinën e tij të shkollës. Të shkoj atje me shokët pavarësisht se librat nuk është se i ka të gjitha, me ndihmën e shokëve ka arritur të marrë disa. Dua që të heqi mendjen, ta largoj atë të hyjë atë shoqërinë që kishte në jetesën e parshme që kishte. Nuk dua që ta ketë këtë përjetimin që ka në tru, ndoshta i largohet pak nga pak. Patjetër më pëlqente nëse për ty do ishte okay të flisja me fëmijën në moment tjetër. Manjola. Doja ta dëgjoja dhe atë. Po dëgjoj. Është okay. Jona po thotë që jashtë programit, Jona kishte dëshirë që të ndihmonte dhe të fliste me djalin, nëse ti ke dëshirë. Që mund të bëj një telefonat me të dhe mund të atë pjesën e psikologës që mungon në fshatin tuaj apo në qytetin e Korçës që nuk ja kam vënë dispozicion, mund ta bëj Jona për çunin. Okej, do flas me çunin, nëse ai do të dëshiroj. Patjetër, pse jo? Ti po bën përpjekje, po e dërgon në shkollë, pra po përpiqesh ta normalizon situatën që po ndodh brenda shtëpisë, dhe kjo e bën që situata mos ndihet më në nivelin e frikës shumë të lartë, pra duke parë gjithmonë çfarë ndodhi, pse ndodhi, këto pyetjet. Kështu që më vjen mirë që ti po e bën këtë pjesën e përshtatës dhe rikthimit gradual, pa nga pak, si për fëmijën, po shpresoj edhe për ju. Jona, është një gjë interesante. Shumë faleminderit. Është një gjë interesante me ngjarje të tilla si djegja e shtëpisë, sepse kur të vdes dikush shumë i afërt, ke atë procesin e dhimbjes dhe nuk ke çfarë të bësh me atë gjë. Okej, të kalosh dhimbjen, ai ka ikur. Kurse ngjarje të tilla si djegja e shtëpisë kërkojnë punë, kërkojnë të gjesh zgjidhje, nuk ta tolerojnë edhe shokun shumë gjatë. Sepse duhet që të jetë truri shumë aktiv për t'i dhënë një zgjidhje. Kurse kur të vdes i ri, larg qoftë fëmia të merr, po them nëna, motra, vllai, burri këto, e ke atë, është ajo faza jote, njerëzit e kuptojnë atë fazën tënde, vesh ato rrobat e zeza, rrit ai cepi jot, mendon me këngë me kështu. Kurse këtu është çështje ekonomike në fund ditës, është çështje praktike që duhet të dalësh. Pra nuk të lë ta kalosh të qetë procesin e humbjes, por është dhe humbja dhe kjo. Po humbja është ajo se është pikërisht ajo zgjatimi i fjalisë që thot diçka që nuk kthehet më. Pra ajo shtëpi mund të ndërtohet, por nuk do kthehet siç ka qenë. Prandaj është pjesa e pranimit, të pranosh që ka ikur. Nuk e di ku doja ta çoja pak më herët pyetjen që kishe për shtëpitë që ndoshta kur fillojnë nga e para ose këto humbje mund të shkojnë, mund të linë një transformimi dhe i mirë, por patjetër që por ndonjëherë situata të tilla mund të bëjnë të ndryshosh komplet jetën tënde. Por kjo është në nivel mendimi optimist, ne duhet patjetër të veprojmë, siç po thoje, pra të mos qëndrosh edhe shumë kohë duke vajtuar sepse çfarë do bësh, duhet vazhdosh përpara. Dhe në këto kushte ta bën të vështirë që ti të përballesh edhe me emocionin, edhe me zgjidhjen. Po çështja tjetër që mendoj si bashkohet sa historie është edhe fakti i akumulimit të jo të traumave, por ndoshta të ngjarjeve të vështira, sepse ajo është vetëm, ka një fëmijë që duhet kujdeset, pra është një paqëndrueshmëri. Edhe kjo mund të krijojë edhe diçka tjetër që ne i themi akumulim të traumave, pra bëhet jo një traumë, po janë disa, dhe kur bëhet e tillë, do thotë që ti merr goditet një pas njëshme, her pas here, dhe nuk e kohë të mjaftueshme rikuperimi, që të ndash njërën nga tjetra. Dhe është më e vështirë se të kalosh një ngjarje traumatike të vetme. Në këtë moment kuptoj që ka më shumë nevojë të ndihmohet në të dyja drejtimet, si psikologjikisht, po edhe nga ana tjetër, ku mundet të gjej hapësira, sepse është një proces që vetëm ndihma mund të lehtësoj këtë moment. Tash Manjola atje, se ti edhe në një fshat, nuk e di unë, te ky fshati, a ka mundësi atje për të marrë shtëpi me qira, si funksionon? Nuk ka mundësi këtu që të merresh me qira. Shtëpia e prindërve të tu është e madhe? E madhe, dy dhoma kuzhinë është ajo, si sa është shumë e madhe, po që këtu po e shty, nuk e di. Po sa vete jetoni tani aty? Këtu po mendojmë të jetoj. Po është mami, vllai, domethënë 6 veta. Vllai është i martuar? Jo, akoma beqar është. Gjysma të keqes. Po shohim pamjet Manjola të shtëpisë edhe pas ka marrë fund komplet. Po është 0, në gradën 0. Ajo duhet bërë nga fillimi komplet. Kjo është shokuese fare. Apo jo, Jona? S'ke asgjë, nuk jas asnjë këpuc.
Ke bërë që zakonisht Jo, absolutisht asgjë. Asgjë, kjo është djegur si me inat, por shiko, në këtë lloj djegje, Manjola, ti dhe djali jeni me fat edhe këtë mos e harro kur. Kështu që ai është lajmi i parë shumë i mirë i jetës tënde që shpëtove. I falenderoj Zotin çdo ditë që munda të paktën të shpëtoj djalin. Jona, a duhet të ketë një listë prioritetesh për momentin, Manjola? Ky diskutimi se çfarë mund të bëjmë, pra të japi pak drejtim, jo vetëm të jetë në zonën e lotëve, çfarë humba, por ky është proces dhe nuk mund ta shtym që të shkojë diku ku ajo nuk e ndjen. Mund ta ketë nevojë akoma të qaj për gjë që ka humbur. Edhe duke biseduar, po do ta thoja jo gjithmonë në prezencë të fëmijës, pra të mos krijohet ajo atmosfera aty brenda vetëm negative. Por shikoj do të vlerësoj dhe fakti që ti e the shpëtuan, por humbja ndihet sidoqoftë. Dhe do mbetet. Ka kaluar edhe vetëm 4 ditë. Është shumë herët. Do thënë këtë fundjavë. Po. Kur ne ishim në festë apo në shtëpi tona, Manjola ka kaluar të shok. Po. I doj shtëpia, kështu që është goxha e madhe. Manjola, ato që po thotë dhe Jona dhe që jam unë dakord që merr kohën tënde, pastaj është të gjëra praktike që duhet t'i zgjidh, qoftë me shtetin, qoftë me llogaritjet që duhet bëjnë kur ti bëjnë, që unë besoj që doja dal, është tragjike në një farë forme, sepse janë gjithë kujtimet e shtëpisë, por njerëzit që kanë ndodhur e njëjta gjë, pastaj kanë marrë vetë dhe ndoshta ndonjëherë një shtëpi më e bukur, një diçka. Ne shumë shpejt lidhemi dhe përshtatemi me gjërat. Nuk arrim dot ta kuptojmë se ndoshta brenda një muaji një shtëpi e re bëhet vendi i ri. Absolutisht. Edhe lidhesh dhe pastaj kur largohesh nga një shtëpia, të vjen aq keq sepse je lidhur tashmë me të, ka kaluar e vjetra. Prandaj the edhe më pëlqeu shumë ajo një jetë e dytë, pra do krijohet një jetë e dytë, duam po s'duam, nuk mundemi më të kthejmë atë që ka ndodhur për fat të keq, dhe pse shtëpia ka atë lidhjen emocionale të fortë, se nuk është vetëm një çati me kokat tona, po është edhe një kapsul kohore që ka brenda çdo kujtim, çdo gjë, un pash një karrike aty, edhe ajo vet karrika me person që kanë jetuar brenda se shtëpie ka një histori. Çdo gjë që na vjen ndërmend pasi e kemi humbur, do krijoj një efekt nostalgjie dhe dhimbje që nuk është më, por do kemi historinë e jetës ku pikat të tjera do bashkohen, edhe ajo shtëpia e re do bëhet vendi i ri, edhe i vjetër njëkohësisht. E çuditshme është ta shpej përshtatesh. Jam me qira tani se po bëj shtëpinë edhe u mësova te shtëpia. Do të vi keq kur ti s'kam shkuar fare, kam parë ç'a bëhet. Jo, është e çuditshme që si përshtatet, edhe mendoj që në thelbi, sidomos i këtyre traumave, thelbi në fund të ditës janë njerëzit. Domethënë kur ke njerëzit afër, është shumë e rëndësishme ajo. Është dhe ky një element i rëndësishëm që faleminderit që më kujtove, sepse ka një familje afër që po e mbështet. Po, është shumë thelbësore ajo. Domethënë ka shumë gjëra të mira përreth. Tani Manjola gjithmonë është në fazën se ne mund të flasim këtu nga Tirana, pa këtë dramë. Manjola gjithmonë mos harrojmë që është ditën e 4. Ne jemi çik të më të avancuar në atë çfarë ndodh, edhe duke ditur është mirë që çuni që bashkëshorti erdhi, çuni po vazhdon shkollën, rutinën, që ka një shtëpi, janë prindrit e saj që e presin. Kështu që Manjola avash do ta gjesh, edhe në rast se ndihesh sikur s'ke asnjë lloj ndihme, dhe kontakto dhe ne dhe mund të, ose Ilonën që mund, nuk e di dhe ne me format tona, mund të bëjmë edhe ne një lloj thirrje, po besoj që edhe ti duhet ta vazhdosh luftën, qoftë edhe nëpërmjet ndihmës që ke nga gazetarët, për të marrë, sepse ne nuk jemi shtet aq social sa duhet jemi, por që në raste të tilla patjetër që ka një mundësi që mund të rregullojë nëse është praktike për ty, se nuk e di ndoshta mund të jetë më praktike të jetosh aty ku je tani. Po, dhe pastaj të hapen dhe rrugë të reja, Manjola, është e çuditshme si thash, jo vetëm përshtatja, po duke parë se ç'a ndodhi, ti di se ç'a të bësh më mirë. Po e rëndësishme është e para njerë që keni shpëtuar, dhe në rast se ke nevojë për çunin, Jona të ofrohet që të japi pak ndihmë dhe të flasim me të në telefon në rast se ai është dakord dhe gati. Dhe çfarëdo që ne mund të themi është ndihmuese, është edhe ajo, ndërkohë që flet mund të gjejë një lloj suporti që nuk është vetëm në këtë dhe po krijohet një empati rreth saj, por sidoqoftë është herët të jepet kohë edhe dhimbja. Jo, tash ajo të mbaroj fazën e vet është në gjithë të drejtat e Zotit për të qenë ashtu siç ndihet edhe vjen. Po. Megjithatë fakti që edhe foli me ne sot edhe kështu, unë ndjej një grua të zgjuar që doja dalë. Është një Feniks do jesh, Manjola. Shumë faleminderit. Falenderoj shumë edhe të uroj gjithë mirat, doja dalësh. Feniks,
thot historia e dytë, që këtë radhë ka lidhje me deportimin, më duket vetja si një feniks që mund të ringrihem shumë herë, thot. Jetën dhe martesën nuk kam pasur të lehtë. Kishte një bashkëshor bigjësqi, shkuan në Gjermani, pastaj u deportuan. Unë do të them shumë për historinë, se pas pak do e dëgjojmë historinë nga Nina, që është anonim, 36 vjeç, që tani është në Gjermani apo jo. Shiko, shumë e bukur ajo që the Jona, që është e çuditshme se sa shpejt përshtatemi ne me gjëra, me sende. Edhe është dhe ajo filozofia e Budës, se të jetosh sa më thjesht me sa më pak edhe të shijosh aq sa ke, sepse realisht jeton. Edhe unë kam vënë veten her pas here në kondita të tilla, ose kam qenë shumë e fokusuar tek diçka dhe mund të isha me tuta, me 2 paltuta, e kisha dollapin plot dhe isha me 2 paltuta sepse kisha fokusin te një gjë që doja, që kur shkruaja. Edhe thoja ua sa e çuditshme. Pastaj ti futesh në atë rutinën edhe hap del një reklam, del një gjë edhe të duhen 10 paltuta. Next thing you know. Por është vërtet sidomos me objekte, me sende, me njerëzit pastaj është më e vështirë dhe gjithmonë janë këto sinjalet se sa të rëndësishëm janë njerëzit në jetën tonë. Edhe dua gjithmonë të bëj një një fushatë të madhe që unë jam better alone, jam më mirë vetëm. Sa jo e shëndetshme është ajo gjëja, sa të rëndësishëm janë njerëzit, sa të rëndësishëm është të mbash marrëdhënie me njerëzit dhe të duash njerëzit. Dhe një nga këto gjërat është shikon ndonjëherë në Shqipëri dhe kjo familja, afërsia ndihmon. Se dhe kjo është e rëndësishme. Për t'ju kthyer asaj diskutimit fare, para se të kaloj tek historia e dytë e Expulsit, që është një histori që ka prekur shumë shqiptar, i thyer pyetjes së parë që kishte të bënte me traumat. Nëse ti nuk e pasur asnjëherë trauma në familjen tënde dhe pa pritur përballesh me një gjë të tillë, për shembull me djegjen e shtëpisë, me diçka të madhe, që një shok në jetë, e ke më të vështirë apo e ke më të lehtë ta kalosh? Të dhe ato që kanë pas trauma, ndoshta mund t'i dyfishojnë, mund t'i rikthehen prap, mund t'i rifilloj ankthi. Pra ç'a ndodh? Është një pyetje që nuk gjen vend në të gjitha rastet, domethënë edhe përgjigje që mund t'jap, por sidoqoftë pjesa e traumës kur ti je stërvitur, se nëse marrim traumën si një bllokim, se trauma është bllokim emocional, fizik, pra do thotë që tek jeta jote paraqitet një pengesë e madhe. Nëse flasim për vështirësitë që na rrisin, është diçka tjetër. Pra ti je përballur me një vështirësi, momentet traumatik, por më pas e ke zhvilluar atë moment, që do thotë je përshtatur, me atë që ne po flisim pak më herët, pra përshtatesh me vështirësinë, gjen mekanizmin e dhimbjes, fillon të dalësh prej saj, mund ta bëj më të thjesht përballen me vështirësitë e ardhshme apo momente traumatike të ardhshme, sepse brenda nesh zhvillohet ajo që quhet ndryshe rezistencë. Pra ti sa më shumë vështirësi kalon, tek ty zhvillohet një aftësi përballuese më e madhe dhe kalon tek faza tjetër akoma më shumë rritet rezistenca jote për të përballuar dhimbjen apo vështirësinë e situatës. Dhe kjo mund ta bëjë më të thjeshtë. Nëse një person është ruajtur shumë nga prindrit, nga shoqëria, i është zgjidhur çdo gjë në mënyrë të thjeshtë, atëherë nëse ai kalon një kolaps, që do thotë i humbet të gjitha, mund ta ketë më të vështirë sepse është pa mjete përballuese. Jo domosdo një person që kalon shumë vështirësi do thotë që e ka rritur rezistencën, sepse varet si ti e përballon, se si ti e quan këtë vështirësi. Unë i referojmë gjithmonë librit të kuptimit, që është një libër shumë i bukur, i shkruar nga një person, një psikolog, i cili ka jetuar brenda kampeve dhe tregon se si në ato kampe ai gjeti pikërisht atë që thotë kuptime. Kampet e Holokaustit. Holokaustit, okay. Po. Dhe tregon se si brenda këtyre Viktor Frankl është psikologu dhe ai që ka shkruar librin, tregon se si brenda atij kampi ai gjeti kuptim. Pra gjatë ditëve që si jetonte, mënyrë se si trajtohej edhe vendosi veten në një lloj dinjiteti, dhe pse ishte një kushtet ku nuk kishte dinjitet. Se thonte që njerëzit aty në ato vende vdiqën vetëm sepse nuk kishin kuptim. Jo nga kushtet, jo nga mënyra se si po trajtoheshin. Dhe ta kuptosh librin ose mënyrën se si ai e ka trajtuar dhe ka gjetur veten aty, është një mënyrë se si na mund ta marrim edhe ne për këto vështirësi që kalojmë. Përshtatemi dhe gjejmë kuptim edhe në gjëra të cilat duken të dhimbshme, por prej tyre ne kalojmë një transformim. Është një proces që ka kaluar, që i ka lejuar të shkojnë aty ku janë. Dhe ne zakonisht referohemi pikërisht këtyre momenteve të dhimbshme dhe i quajmë si krenari.